more. Thuaj mirë mbrëma njërë, thuaj mirë mbrëma gjithve. Kush je ti? Kush je ti? Thuaj pak emrin. Unë jam Anri. Anri, superheroi ynë, Spider-Mani, Peter Panit, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur sonte. Jemi shumë të kënaqur që hyrje do ta bëjmë bashkë. Shiko sa i gëzuar është Anri. Pse kërcen kaq shumë? Pse kërcen? Pse je i lumtur? Po nga që jam shumë i lumtur që sot jam të Peter Pan, prandaj. Je pak emocionuar sot, se unë e di se e ke çështjen, a? Po. Unë e di se e ke çështjen. Hajde këtu more se do të kilikos pak. Ama se kjo e qeshura jote është kjo e qeshura jote është ilaç. Po ço more, zguzojmë të prekin ty se ti vetëm qesh sikur je i kurdisur. Të bën mirë për muskujt e barkut e qeshura po. U lodhe, ë? Eja, se nuk të bëjmë gjë, jo, nuk të bëjmë gjë. Se u lodha. Ua, sa kemi qeshur, ua, sa u kënaqëm. Dhe që qa ke ngrën këtë jam? Të regojnë që mua qa ke ngrën? Vetëm patate. I ka marrë patate, ka fut go. Sot kam ngrën djata dish. Po nuk duhet hash shumë rënd. Po. Nuk duhet hash shumë, duhet hash shumë fruta dhe perime, se ato të bëjnë mirë, janë plot me vitamina. Dëgjoj, ulemi pak këtu, bëjmë pak muhabet me të dy se kemi ca çështje për të folur. Prit tani. Do më tregosh sa sekretet i mua apo jo? Shumë. Ha. Ti pse je emocionuar sot? Nga që i kam bërë një dhurat herës, ja ka marrë mami më që kurasi nga si ta, ja ka marrë më pa leje mërë. Po qëri ke marrë mamit pa leje më djallë? Një unas. Po ja dhe një unazin asaj, ja dhe një unazin erlës. Po e kam pramë, është me gurë. Ashtë me gurë, është uras për i vërteti. Sa e bukur qën ka kjo. Prit, se duhet bërë kështu që mos ta marrë asë një erlën. Bajku tek dora? Jo, po në karantinë mos është fejuar me ndonjë tjetër ajo? Jo, kjo se bën këtë gabime. Nuk e bën të gabime, Erla? Unë jam më i forti në botë. Ej, po pse me forcë mbahen simpatit në këtë jetë? Ti e i fort kështu nga muskujt, po... Në shiko muskujnë sa i kam. Tull, 100 kg tull peshon këtu. Prandaj e ka që mirë. Prandaj e ka që mirë ti. Dëgjoj, çfarë do t'i thuash Erlës sot? Shohin që pse se kapin dot kamerat nga lart. Po, qisha. S'po merr dot veten djali. Bëj një frimarrje të thellë njerë, bëjmë pak sikur po bëjmë yoga, na ka mësuar Ideoni që do të bëjmë yoga. Mbyllë një herë syt, qetësohu një herë, merr frym thellë tani. Qa po e nderoj, mor, sikur jam në hën, mor. Çfarë po bën aty në hën, po kërcen, po ballzon? Mos e hap syt ashtu. Sigur jam... Sigur po fluturojme. Aha, shumë bukur. Me Erlën ja? Po. Me Erlën. Do t'ja dhurosh unazën sot Erlës? Po. Dëgjoj ti muskujt i ke fort, po zemrën si e ke zemrën? Si e ke? E kam atë bunë zemrën, po vetë jam i fort. Vetë je i fort, po zemra e çunave si duhet jetë për vajzat? Po, shumë delikate. Duhet jetë shumë delikate, duhet jetë shumë e buta, po jo? Edhe zemra, edhe gocat, të dy. Edhe gocat duhet jetë delikate, ke shumë të drejtë. Edhe gocat. Se vajzat ashtu janë si lule, si flutura. Po, janë shumë delikate, janë kështu. Prandaj duhen trajtuar me kujdes, apo jo? Po, Oh, filloi muzika Anrit. Prita le skenën. Hajde tani se do hapemi këtu, do ftojmë shokët dhe shoqet e tjerë. Le të hapen derat dhe të vinë Peter Panisët e vegjël. Mirë se keni ardhur në këtë episod të Peter Panit. Le t'i ftojmë do dy unë, mami. Skyla. Amaris. Dhe Fladia. Sa të bukura jeni, moj goca, sa të bukura. Do ftojmë shokët e tjerë tani.
tani. Nikol, Emel dhe Matia. Ja ku janë dhe 3 gazetarët e tjerë. Po, siamo. Anri, Erla dhe Aris, shko Anri shpejt aty të meri shokët. Pritit e dera. Kush do bjeri në kursin e Peter Panit sot? Kush do bjeri të kurthyën? E dini kush shëftuar apo jo? Kush do vi Herla tani për pak këtu? Një këngëtare që ti e ke shumë qef. Gjensila, sigurisht që do vi Gjensila. E kemi ftuar në natën e parë të edicionit të parë të Peter Pan. Kemi bërë një intervistë shumë të shkurtër, 15 minuta intervistë që ju me siguri e keni parë në YouTube. Sonte kemi ftuar këtu përsëri për 3 arsye. Së pari sepse intervista u realizua pak javë para se Gjensila të bëjë nën, kështu që duam të dëgjojmë të gjitha emocionet e saj dhe përvojën e saj si nënë e re dhe si një artiste që menaxhon shumë gjëra paralel, në të njëjtën kohë pas lindjes së Ajkës, që e njeh gjithë Shqipëria. Së dyti, Gjensila nga një studim që është bërë për engagement rating e mediave sociale të personazheve të njohur të ekranit, të televizionit, spektaklit apo muzikës në Shqipëri, rezulton në top 3-shën e personazheve më të klikuar, më të komentuar, edhe pse poston pak dhe cilësisht në rrjetet sociale. Dhe së treti, në këto vite, sidomos në këto 3 vite, karriera e saj ka njohur vetëm rritje. Këngët e Gjensilës janë ndër më të kënduarat, më të kërcyrat dhe patjetër ndër më të klikuarat. Do të kemi një intervistë shumë të bukur sot me të shohim dhe njerë si ka qenë Gjensila kur ishte e vogël dhe pastaj kemi një seri pyetjesh që ajo nuk ka pasur rastin të përgjigjet asnjëherë në programe të tjera. Le ta shohim Gjensilën si ka qenë e vogël dhe ta presim me një duartrokitje shumë të fortë dhe të ngrohtë këto. Gjensila kur ishte e vogël. Dhe Gjensila tani që është bërë një vajzë e madhe dhe një superstar me gjithë kuptimin e fjalës. Si jeni? Shtu e kemi? Unë pak të kam ndryshe. Si e ke? Shtu. Mirë se ke ardhur përsëri. Mirë se të gjeta sërish. E njeh këtë shtëpi apo jo? E njoh këtë shtëpi dhe kam shumë frikë këtë shtëpi. Do me thënë, po kalova këtë test, i kam kaluar të gjitha testet e mundshme. Po të pret një provim i vështirë dhe një konferencë për shtyp tani shumë serioze. Jam shumë e kënaqur që shihemi përsëri bashkë. Ka kaluar ca kohë që kur hapëm kutinë dhe zbuluam gjinin e vajzës tënde këtu. Ti ke qenë një mbarësi shumë e madhe për këtë serial, sepse e kemi nisur bashkë natën e parë me Këmbë të mbar, dhe jam po aq e kënaqur që rikthehesh përsëri sot këtu për një intervistë të vërtetë, të përqendruar, të gjatë, jo të shpejtuar. 15 minuta kemi folur bashkë, që ky është motivi pse të kemi riftuar këtu. Si mund të them unë jo Vera Grabockës se Dalketa Vesiut. Edhe ne jemi shumë të Nuk lumtur. ndodh që unë them jo. E meritoni edhe realisht në çdo daljen time këtu tek ju unë nderohem. Faleminderit shumë, edhe ne jemi shumë të nderuar dhe të kënaqur që ti je, sepse je padyshim një ndër emrat trending të muzikës shqiptare A thua? të momentit në Shqipëri, pa diskutim. Po vendos një foto jote dhe e Besit apo një video, bëhet në amin web, është të shoh që je prezente kudo në portale. Nuk ka të premte dhe të shtunë që Gjensila të jetë e lirë. Koncerte, një nga këngëtarët më të kërkuara dhe më të shpërblyera, patjetër. Shumë bukur ka qenë karriera jote gjatë gjithë këtyre viteve të fundit sidomos, edhe uroj që ky avioni të jetë vetëm në ngjitje dhe pastaj të ruaj kuotën sa më gjatë. Unë këtë e lidh vetëm me një bekim shumë të madh nga Zoti. Ai ka pasur një skenar të jashtëzakonshëm për jetën time. Edhe në çdo moment lutem edhe falenderoj. Realisht Alketa, neve ndonjëherë lutemi vetëm në momente që kemi nevojë, por duhet lutemi gjithmonë edhe kur kemi të mira, edhe mbi të gjitha ta falenderojmë Zotin për gjithçka ai sjell në jetën tonë. Do kemi koncerte këtë verë, Gjensila, si duket situata? Uroj që situata së pari të normalizohet e më pas nëse është
gjithçka okay, pse jo edhe të fillojnë koncertet. Më mungojnë shumë njerëzit mbi të gjitha. Po karantina juaj ka qenë shumë interesante. Ka qenë një karantinë allegro, e gëzuar, kërceni tango, bënit palestër, shëtisnit vajzën Buzdetit, jeni zhvendosur në Lals ku keni një tjetër shtëpi. Po, jemi zhvendosur në Lals. Në fakt ishte për Aikën, atë ta kuptonte që ne vendodhemi në këtë situatë prej pandemisë, do i lutesh babagjyshit gjithë viteve të ardhshme që të kishte gjithmonë në pandemi. Por neve kemi shqyruar shumë njëri tjetrin, kemi kuptuar që jemi rob të mirë. Në një bisedë me Besin një ditë, po më thoshte, dëgjoj se nuk të pas kam njohur që je gjithë kjo gocë, edhe unë që ja kthej, po edhe ti pas ke qenë alamet çuni më. Dëgjoj, po ta jap dorën kundra rregullave, nice to meet you. Nice to meet you. E bukur kjo, dëgjoj, u njoftën çiftet më shumë me njëri tjetrin këtë periudhë. Po, shumë. Rikuperuan nga me të mirat dhe të këqijat e tyre, me kosat e ngrënë dhe kosat e Gatuan ti bën gjëra të mira, besoj. Gatuajmë që të dy. Neve shqyqyr kemi edhe fatin që kemi një zonjë që kujdeset për shtëpinë Bona, se neve harrojmë ti falenderojmë këto. Ndodh që disa nga artistët e kanë kështu si për siklet që ta shprehin këtë gjë, por realisht duhet falenderojmë zonjat që vërtet ndihmojnë dhe japin kontribut në jetën tona. Pa to jeta bëhet malore, Bona dhe Lindita ju dua shumë, ma keni bërë jetën shumë më të thjeshtë dhe më të lehtë. Bravo, shumë bukur. Për të gjitha dadot, kujdestaret, edukatorët, guvernantet, zonjat që kujdesen për shtëpinë, pastruesit, sanitaret, të gjitha termat. Një respekt i arzakonshëm, bekuar qofshin. Është e mbështetur dhe nga unë kjo që sapo the. Jemi gati tani të fillojmë nga pyetjet. Do ta fusim pak në kurrë Gjensilën neve. Kush do më japi pyetjen e parë simpatike? Filluan. Fladia. Gjensila, si je? A e di ti Po ta dëgjosh njerë si është, të thot njerë si është? Si o Gjensila? Shumë në siklet. Po ti Fladia, mirë jeti? Dhe shumë emocionuar. Edhe ti dukesh pak si motra e vogël e Gjensilës, dukesh me sy boqel, këndon, je ëmbël. Është edhe më e mirë. Është shumë e përqendruar, do të bëj pyetjen ajo, se dëgjon fare këto që themi ne. A di ti që unë dhe vajza jote e kemi emrin shumë të bukur, se për shembull unë e kam Fladia, ajo e ka Aika. Po nëse do bësh ndonjë djalë, si do japësh emrin Qumshi, Kosi apo Gjallë? Tani. Prit. Por ama. Më fal. Po bërë ndonjë vajzë, vje emrin Krem Karamel, si që vetë. Po ka emër më të bukur se sa Aika. Do rrëfej diçka Alketa, që mua më ka ndodhur. Emri Aika mua më shfaqur në ëndër përpara se të merrja vesh edhe gjinin e vajzës. Kështu që nga i moment u vendos emri Aika, ishte edhe shpjegimi madje brenda ëndrës. Prandaj u them që ai lart i ka skenaret shumë të qarta. Shiko, më pyesnin të gjithë se bëra një pyetje aty tek Ask Questions në Instagramin tim edhe i thash pyetje për Gjensilën. Pyetja më e përsëritur ishte kemi punuar seriozisht për një djalë apo për një vajzë, për një motor apo për një vllaj? Se po lidhet me pyetjen e Flaviës, ë? Flavia emrin zemër? Fladia. Fladia. Atëherë në qoftë se do kishim një çun, do ja kishim vënë emrin Kajmak. Kajmak Kallaku, se bëj shaka se do e marrin portale tani Gjensila Shtatzanu bë me djalë ka vendosur. Ke parasysh se fillojnë zhvillohen situatat. Kështu që nuk kam një djalë dhe nuk doja vendosur me djalin Kajmak. E thash sa për Po Kajmak Kallaku që Alketa. Më pëlqeu shumë. Si vjeti trasin shkurt. Maku. Sot imagjinoj të djalin në jetë dhe... O, Gjensila. Po, pyetje tjetër, ju lutem, Anërit më japi një pyetje të bukur. Shumë serioze bërë, ke edhe Herlën aty afër. Jemi martuar të dy. Alketa. Erla, çfarë thot ky djalë që thot sa gjëra të çuditshme ky Anëri? Po e marr vesh. Po jemi të martuar, po e kam unazën gjep. Po prit se zbulon që tani prit pak. Kam unazën gjep. Prit nga pjesa dytë. Nga pjesa dytë do merrem atje. A do i thuash dhe njërë Besi të dua? Për tro zemër? A do i thuash dhe njërë Besi të dua? Madje si shketon tek Dance With Me. Mos e shfaqni atë video. Ato video mundësisht censurohen. Sa është shumë e bukur. Unë Besit i kam thënë ai shpesh të dua sa mund ta kem bezdisur. Se kemi në atë video regjia, atë kur thot Gjensila tek Regjia mos e nxjerrni regjia, ju lutem. Besi të dua. Do bëhet meme. Ajo është shumë e bukur, shumë e bukur. Po ti kujt do t'i thuash të dua sot? Ha,
duhe që Erlës. O zot. I ka të qarta ky Kujtë, çështjet. se unë me Herlën jam martuar, mos bëllave, se kam unë Herlën. Amaris, Gjensila, unë të kam sjell një dhuratë që cila është një komerdare, se më duket ti s'din ke fare të notosh, prandaj këndon gjithkohën ti zhytem, pavarë se mos mbytesh. Pavarë se mos mbytesh. cila komardare të shpëtoj njëre për gjithmonë nga... A vaj se mos mbytesh. O zotim ke bërë dhuratën e jetës moj. A di se sa e rëndësishme është kjo për mua. Nuk di si të falenderoj. Falemderit shumë. Nga tani e tutje unë jam e mbrojtur. Kjo do më shoqëroj gjatë gjithë kohës. Një komardare madhe për mua dhe një mini komardare vogël për Ajkushin, kështu pink. Mund ta vendosësh njërë të qikojmë si dukesh më komardare? Po se di, në qo se do lejon të kjo kapelja me shumë sportivitet, po e lë më mirë Te pjesa dytë. do të të bëj tag, zemër. Amaris, do e marrësh tani edhe pas emisionit ma sjellësh prap? Ha? Faleminderit shumë. Madje mund edhe ta vendosësh, Amaris, po të kesh dëshirë. Shumë bukur, që këto komardare u shpikën kështu si objekt për distancë sociale. Sa mirë, po, Amaris, faleminderit. Është modeli i ri i fundit ose fustanit që mund të veshim për të mos na prekur. Kush do të japë një pyetje të bukur. Mos flini gjumë, se kemi rrugë të gjatë për të bërë bashkë. Një pyetje të bukur të më japi Skyla tani. Oh, erdhi radha jote. Okej. Po ti, a je gjumashe? Se unë e mëngjes jam për gjumës. Ku është shkollë jam fiksi gjumash. Ku është pishim? Opa, gëjem lërë! Gjumi, kam kohë shumë pa e përshëndetur të shkretin gjumë. Për shkak edhe të angazhimit kryesor të vajzës. Ajka është një zog nate. Kështu që unë e shoqëroj Ajkën në çdo natë. Nëse Ajka do të çohet të kërcej, çohem kërcej me Ajkën, nëse Ajka do që të këndoj bashkë me Ajkën. Por ka diçka, sapo bie zilja e orës 6 të mëngjesit, Ajkën e merr baba. Zogu ditës. Kështu që unë fle në mëngjes, jam shumë gjumaqe, gjumin e mëngjesit e kam shumë të ëmbël. Do me thënë turnin e tretë kur i duhet punoni për vajzën? Turnin e tretë e kam unë, kemi të ndarë të parin, deri në orën 9:30 e ka baba, nga ora e 6 deri në... Po ndodh që Ajka këto kohë e fundit të flej 6 me 9:30. Kështu që... Nën e bi koncertet recitale lum baba. Darkën, do me thënë, darkën i jep një koncertet recitale dhe mami dhe vajza. Ajka jep gjatë gjithë ditës, po darkat i ka me shumë qef. Matia. Që ju nga përmeti, O, zemër. dini të gatuani shumë mirë. E mirë. A ja ke marrë dorës reçelin me lule shtrydhe dhe Likos me fik për shembull. likos me fikse. Andej nga përmeti, ka një shpreje, kur duan të marrin më përpara, kur donin të merrnin një vajzë për nuse, pyesin, a i kishte mamin punëtore dhe a gatuan mirë mami? Nëse thoshin jo, e merrnin vajzën, nëse thoshin po, nuk e merrnin. Unë kam qenë me shumë fat që më ka marrë besi, sepse unë e kisha mamin shumë punëtore, kështu që nuk kam gatuar dhe fort mirë, për të thënë vërtetën. Disa më e bëj, po klikoti bën mami. Bukur. Ti bën të tiramisu shumë të mirë, unë e kam Po provuar. ti e ke provuar, po tregoj me dese tani. E dua recetën e nonës? Patjetër. La ricetta della nonna se kështu thej që ta ka dhënë një nona italiane. Tipike nën italiane. Ishte fantastike. Gjensila gatuan një nga tiramisut më të mira që unë kam provuar ndonjëherë. Mirë. Edhe të shkon aty tiramisuja, shumë të shkon. Pyetje tjetër Matias? Faleminderit. Po. Gjensila, në shtëpinë tuaj vetëm për domate flisni, se me sa di unë Edhe passwordin e Wi-Fi domate. Domate ZMK. Vazhdo me një password. Ka shumë i pëlqejnë besit domatet. A ta dish ti që besi kam bjell? Prit. Më fal. Kam akoma. A gatuan ai për ty? A është çik tip romantiku? Shtatë pyetje në një të bëri. Është. Po ai e ka marrë, ma ka marrë kalan nga brenda, se ka ditur atë shprehjen që dashuria vjen nga stomaku,
Dhe gatuan, po kjo ka dhe të lashe se shëndoshemi ndonjëherë. Kështu që Besi është shumë romantik. Gatuan edhe shpreha dashurinë e tij nëpërmjet formës gatimit. Shiko se ndjekësit janë shumë të afeksionuar nga jeta që ju postoni në Instagram edhe një nga pyetjet që kisha ti tek muri i pyetjeve ishte si kaluan në Kukës. Keni qenë në Kukës jo për fundjavë? Po, jo në fakt unë isha në Kosovë për projektet që kam për të nxjerrë në vazhdim edhe ndaluam në Kukës. Bëhet rruga e Kosovës pa ndaluar një në Kukës, Elketa? Nuk bëhet. Nuk bëhet. Me kuksianët mirë? Janë njerëz të jashtëzakonshëm, madje më thanë që ishim mbledhur një pjesë gjensilator se po unë kisha ikur në atë moment. Megjithëse falenderoj dhe për veriun e Shqipërisë që është i gjithi për të eksploruar me një natyrë fantastike dhe njerëz me botë të bukur. Kush do më japi një pyetje tjetër simpatike tani? Herla. O Nensila, shpirt. Të them një sekret. Hajde ma thuaj këtu. Jo, me zë, Herla, me zë. Nuk lejon pyetjet pa zë, Herla. Jo, se është sekret, moj. Sekreti im. Bëja kafe mirë fjerës të ka bërë gjitha të qunë. Bëja kafe në mirë vjerës se të ka bërë gjitha të qonë. Mojti Herla me këto kacurela të bukura. Dëgjo, ja bën në kafe vjerës me qëra fjale? Dëgjo, unë vjerës pa tjetër që ja bëj kafe më ka bërë gjitha të qonë, më Elketa. Si jo, mos ja bëj kafe në vjerësën. Vjera ime, që ta dini ju të gjithë, nuk është ija është gjyshja e Besit. Unë vjerën e kam një yll të vërtet, një bjonde të bukur me kacurela që nuk di. Dhe doja shumë që ai ka të merrte kacurelat e vjerës time. Përndryshe, ajo ka qenë ndihma më e madhe që unë kam pasur në rritjen e Ajkës, në na shpresa të falenderoj shumë. Unë madje kam pakzuar me emrin Nëna Kamomilje. Ajo ka qenë në çdo vështirësi time, në çdo vaksinë të Ajkës, në çdo siklet që mund të kem pasur me temperaturën, me vajzën, ajo ka qenë krameje, ka qenë zgjuar me mua gjithë natën për të shërbyer Ajkës. Shiko, kjo intervistë është një rast shumë i mirë për të thyer një mentalitet të çuditshëm që kemi ne shqiptarët, Nusja dhe Vjera, një raport që komentohet ndonjëherë dhe me humor dhe me nënkuptime. Më pëlqen shumë që e vlerëson faktin që ajo është mamaja tjetër e familjes që ka bërë djalin me cilin ti ndan dashurinë, jetën, fëmijën, familjen, kështu që është shumë bukur kjo çështje. Kuptoj se çfarë mamaje mund të ketë Besi. Bravo. Besi është djalë Flori. Pyetje të bukur ka tani Emeli për të më bërë? Po, kam 2 pyetje. Po ti, a ha udhra? Dhe mami im thot që është shumë e mirë për trupin, por ama atë erën. Unë haj udhra, edhe i shep, por i haj pas i kam mbyllur të gjitha takimet, do me thënë, po më më raft pika mamit për Ajkën dhe për me. Po e bëj me fjalla, ditë që do hajmë udhër, do hajmë të 3 o s'ka. Më mirë vër një etiket këtu dhe thuaj... Kam ngrënë udhra. Kur je pa ngrënë udhra, thuaj hudhër free. Hudhër free, gluten free. Ose kur do që të marrësh masa për distancë sociale, thuaj... Hudhër free. Jo, thuaj... Hudhër me shumicë që të rrinë. Largë. Rinë shkencëtarët lodhen për të gjetur ilaçin që garanton shëndetin e njerëzve. Hudhër me shumicë e njerëzit vetë ju në mënyrë normale ri larg. Mund ta them pyetjen tjetër? Po ta thuash Emel patjetër pyetjen. Unë i pëlqej shumë për radhat me princeshat, por i kam shumë frikë strikat. A mendon ti se strikat jetojnë në botën tonë? Çfarë pyetje? Të pëlqen ty Sirena Ariel? Le ke parë? Më pëlqen. Besoj se ka disa Ursula. Janë disa kështu dhe qarkullim, por në fund e mira triumfon. Në fund drita është më e fortë se errësira. Kështu që janë kështu inekzistente ato Ursulat përreth. E dini u prallën e Sirenës së vogël apo jo? Që ajo Ursula e gënjeu atë Arielin, edhe i hoqi zërin, edhe i mori bishtin. E mbani mend apo jo? Po në fund Tritoni i dha përsëri bishtin edhe zërit vajzës së vet, ajo jetoi dashurinë. Çfarë ke parë ti aty tek ai filmi Andri? Ajo princin dhe ikua Sirena erdhi një tjetëra. Atë te princi. Dhe shtriga, çfarë ndodhi me shtrigën? Shtriga?
Mori fund. Po. Kush fiton, e mira apo e keqja fiton në këtë jetë? Mira! Bravo! E gjeta, Vajgjel. E gjeta. Gjithmonë. Po ta thuash, Po. Skajla. Me dhe një pyetje tjetër. Po, zemër. Që është, ku ti ishe në shkollë, a ke humbur do një provim që ka bërë mësusja dhe fëmijët të tjerë, po ti akoma se ke bërë? Ke gelur ndonjëherë në klasë? Tani, të them të vërtetën apo? Jo, në klasë nuk kam gelur Elketa, po nuk kam qenë një nxënëse shkëlqyer, kam qenë një nxënëse mesatare, kjo për shkak edhe të pasionit madh që unë kisha për muzikën. Isha gjithë projekcionin tim e kisha të drejtuar tek muzika dhe notat muzikore. Unë kam rënë në dashuri me Çelsin e Solit, kështu që numrat dhe shifrat ja u kam lënë ekonomistëve. Një pentagram ka qenë jeta jote. Një pentagram, e vërtet, e vërtet. Shumë bukur. Dhe pastaj vendose të studiosh për PR Jam në tek fakultet. Sia tani. Jam tek Shumë bukur, po pastaj vendose të studiosh për studioj marrëdhënien me për marrëdhënien publikun. publiku, shkenca komunikimi në një universitet privat të Tiranës. Pse kjo zgjedhje? Po, e kush më mirë se sa vetja ime mund t'ja bënte PR-in xhensive, se po flas në vetë të tretë, po vetvetes. Bukur. Pyetje tjetër, Aris. Agjensila, cili është një nga këngëtarët që ty të pëlqejë më shumë? Një këngëtar shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Shqiptar, patjetër, ka shumë. Është Dafina Zeqiri që më pëlqen shumë, është Elvana Gjata që më pëlqen shumë, është këngëtar është Alban Skënderaj, është Ardian Bujupi, është Flor Mumajesi. Shi sa bukur që flet Gjensila për kolegët. Kemi shumë talentuar, Alketa, Kam shumë. dhe një pyetje tjetër. Ta thuash. Cila është një këngë, jo shqiptar, kështu, jo e jota që do na këndosh tani. Nuk të kuptuam çfarë do ta thuash dhe një herë Aris pyetjen? Cila është një këngë shqiptare, jo e jotja që do na këndosh tani. Unë prapë se kuptova, e kuptove ti? Cila është një këngë shqiptare që nuk është e jotja, të cilën do ta këndosh tani? Po. Këtë E do e kuptova. thoja? Që s'është e jotja, po do e këndosh tani. Po, një këngë shqiptare që e pëlqen shumë që të vjen ta këndosh tani. Se di. Na pse sa këndon një arje lirike ti Gjensila, se ti se ç'ke një aftësi Po, të tash parë se- për të imituar. Po ti të na këndosh një gjë të bukur lirike. Një vokalist të bukur, Dëgja. mund ta bëjmë tani për të hapur kordat. Do bëj vetëm dy nota, që mos i trëm fëmijët edhe më. Pse s'na bën një Ave Maria për shembull? Vetëm atë pjesën e patjetër. parë. Në fakt ja këndoj Ajkës. Po, kjo ishte kështu e. Emel, do këndoj Gjensila tani. Në mënyrë lirike do apo e do? Ta këndoj Lirike sipas? është Ave Maria. Jo, është mund ta trajtoj edhe në formën time. Bëj diçka tjetër lirike. Dakor. Okej. Ave Maria, gratia, Si na u bë trupi, më pëlqen kjo shpreha, më bë trupi mornica. Wow, shumë bukur. Duam edhe një rap tani nga ty. Se ti e pa parë ku fillon këtë body language-in e gangsteres. Tani me qenë se keni pasur Kam dhe një noizën, pyetje tjetër. herën e kaluar edhe më ka pëlqyer shumë intervista, vërtet shumë bukur. Po bëj diçka një këngë që e ka grupi Noizit Otër me 30 vet. Nuk e di sa e din çunat, e din çunat apo jo? Ja e mëson ti, gati jemi ne të mësojmë. Kujt tash, vetëm një sekond më lër. Okej. Kush e di ka shpejt? Kujtja mori mena se munesh me mprek. Është e vështirë shqipe, nuk është e le, duhet jeni shumë vet, se s'unë e bën vet. Femnat afrohen vet, se këne kanë vjen era lek, më shef luftu, bëj qef për qato ke hejt, besom nuk jam vet, jam me 30 vet. Me 30 vet, hyme në klub me 30 vet, kapen në për rrug me 30 vet, shpia madhe plot me 30 vet. Bravo! Duhet të bësh i duet me Noizin patjetër. Patjetër, tarse kështu freestyle. Jam shumë mirë dhe shumë komode në gjën që përfaqësoj të bëj. Ti dhe Noizi ty në internetit të dy bashkë, sigurt. E pa Gjensila çfarë talenti, shumë dimensione, po një popullore Gjensila. Po me qenë se Një popullore të bukur. Po me qenë se e bërëm bisedën shumë pink edhe roz, po i këndoj këtyre bukuroshtëve këto. Do me thënë, unë jam gjysë kolonjare, gjysë përmetare. Gjysja ime i këndon të babi tim këtë këngën.
Çun, 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 të kanë në gush pëllum. Çun, 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 të kanë në gush pëllum. Të kanë në gush pëllum. Çun, 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 të kanë në gush pëllum. Çun, 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 çun. Një sekundë, ju lutem bust. Kjo këngë ishte për Kajmak Kallaku. Pa. Çuni im do ketë emër shumë të bukur ti Alin. Po Kajmak Kallaku. Nuk të përshtajmë këtë. Jo. E kemi zgjedhur emrin, po. Po ishte shumë e Është i bukur. pritur kurdoj që të vi. Edhe vajzë mbi të gjitha, se unë aty e kam dëshirë. Po të shkon një çuna ma. Çun, kush pëllum. O, çu kënaqëm. Ku jemi? E doje dhe liriken, moj. E dua me shumë kënaqësi, unë vetëm koncert recital dua këtu nga Gjensila. Po mirë se këtë e bëjmë shumë, po e bëjmë shumë për fani. Mbyllni veshët. Gjensë. Lavdi Zotit ton. Wow. U thyen gjamat e klapit. Jo, ky është e tërmet mi forca i që na tundi. E bën tërmet si e ke atë kjo qika. E bëri. Kjo qika e bën tërmet. Ua. Çfarë keni ju lutem? Çfarë keni? Si e keni çështjen? Po, e di, unë këtë gjë e di. Nuk më ka lënë memoria ende. Nikol, të lutem. Aja ke paguar ndonjëherë darkën besit? Apo aja shtu një sillshëm dhe e paguan gjithmonë? Aja kam paguar ndonjëherë darkën besit. Po besi ka shumë sedër si çun. Është shumë kavalier, po dhe unë kam shumë sedër si vajzë, edhe unë jam shumë kavaliere. Kështu që ja kam paguar ndonjëherë kështu. Ai s'ka dashur, po unë e kam bërë timen. Herla. Gjensila, ja ke kontrolluar ndonjëherë telefonin besi? A ke gjetur ndonjë gjë që s'to pëlqen? Mos ja kontrollo asnjëri telefonin Erla. Nuk është ide e mirë. Duan pakuj. Çfarë i tha? Ka kontrolluar dhe i ka hequr shoqet. Çfarë? Jo, s'kam thënë kur, do të kam thënë. Çfarë mendimi është që bëjnë të rrezikshëm? Ja, nuk ka çifti janë kështu diskutimesh. Ja, këtë nuk e pranoj. E kuptove Aris? Raportin ndërtojnë mbi besimin. Beson dhe kontrollo, po telefoni nuk e kontrollojmë. Anri, çfarë mendon ti që ka gjetur Gjensila te telefoni Bestit aty? Çfarë mendon që ka gjetur Gjensila te tek telefoni Bestit? Se di. Se di, s'të vjen një ide? Shumë parcela domatesh. Po, kisha një pyetje. Sa këngë i këndon ti burit tënd? Çfarë ishte pyetja? Sa këngë? Sa këngë i këndon ti burit tënd? Sa këngë apo Sa këngë i këndon? Shumë këngë i këndon aty burit tënd. Shumë këngë. Nuk do ndrosh tema asnjëherë tek këngët, ë? Jo. Po, s'lodhesh ndonjëherë ti. Po, kur është dashuria në mes, nuk lodhet njeriu. Ti për shembull, për mamin, lodhesh ndonjëherë së kënduari? Ja. Edhe unë për Besin. S'këndoj ndonjëherë, se kam provuar. Po ti provoje një? Dëgjoj Besi, çfarë këngë i këndon Gjensilës? Se di. Skifterja zemrës? Jo, që i si zemrës. Po Gjensila si i këndon Besit? Unë si u merë vesh fare ju. Besi thot, skifterja i zemrës, si thot që si zemrës. Po merë me vesh fare. Sa të mirë që janë. Janë shumë të mirë. Do bëjmë përsëri pyetje, po pak më vonë, ose do t'i harxojmë të gjitha pyetjet tani. Tani do sjell pak vetëtimën unë këtu. Deon. Unë Deonin e kam pak frikë. Në rregull, kam 7 pyetje. Jepi tani. Alketa po ulet këtu po çlovet. Po. Po prit më Deon, prit. Ti a ke pishin në shtëpi, sepse ju të arfit i toni shumë mirë. Edhe njerë çfarë? Ti a ke pishin në shtëpi, sepse ju të arfit fitoni shumë mirë.
fitoni shumë para. Ju lutem, mund ta ngrini pak dëgjimin e fëmijëve në sallë, dëgjimin e fëmijëve. Gjithkush që punon me djersën e tij dhe gjithkush që punon mbi të gjitha me shpatullat e tij dhe mbi të gjitha merr një shumë të mirë nga pasioni i tij, e meriton të ketë një pishinë. Neve kemi një pishinë. Po, pyetja e dytë. Këto pyetjet me speca. Pritë sa mbaj mend. Sa mirë. Leon. Fjala mendje madh është fjalë e mirë apo e keqe, sepse fjala mendje madh do të thotë ose njohet sikur ti ke shumë mend. Nëse ti ke shumë njohuri, është fjalë shumë e mirë, ama nëse ti shet mend, nuk është gjë e mirë. Në rregull, pyetja e tretë. Unë vitin e kaluar I kisha dhënë një shpull besit. Muaj. Ndërsa ty po të jap në përqafim, por nga larg. Rregull? Se është në Covid-it. Okej, pyetja e katërt. Ju marrëdhëniet I keni me pula apo me gjela? Çfarë përgjigje duhet të jap? Jo. Marrëdhëniet I keni me pula? Çfarë ke më shumë shok? Më shumë shok ke pula apo gjela? Pas se ka pasur parasysh jetën në fshat. I merrni vezët e pulat në kotel. Do bëj dhe gjë. Unë e bëja së kur isha në Kopër, duke sikur isha në pul. Mua po më shijon shumë kjo jetesa në fshatin turistik ku po jetoj. Ai shumë pula, gjela, viç, lop, rosa, kam takuar dhe kam njohur dhe jam familiarizuar këtë kohë. Keca dele, të gjithë. Kështu që nuk ka më bukur se sa të jetosh në fshat dhe të kesh gjitha miq përreth. Në rregull, pyetja e pestë. Prit pak. Me policët e ke një pyetje, një pyetje me policinë. Si përfundim, veza I bën pulën, apo pula e bën vezën? Apo pula bën vezën, çfarë? Si është, se unë nuk e di si çfarë është, si është? O Deon, asu nuk e di këtë përgjigje. Më mirë, ja të dyja bashk, I bie që është pula vezën, veza pulën. Bravo! Më në fund edhe unë e kuptova. Pyetja e gjashtë. Deon, policia. Policia. Ty atë vën gjova policia, apo I fundit të qeshur ti? Si mendon? Mendoj se nuk të vën gjova, sepse ti je youtuberi më I famshëm në këtu në Shqipëri. Jo, dhe neve marrim gjoba kur jemi të pakujdesshëm. Në shpirt. Më ka filluar pa gripi mua. Aman Deon se trëmbemi këtë periudhë ku shkollitet. Dikur kur të shtie të thonë shëndet, tani ku kolitesh të thonë mbaj distancë. Deon, Në rregull. në shtëpinë tënde kush e bën ligjin, mami apo babi? Në shtëpinë time babi bën ligje, sepse çdo ditë babi pin cigare. Shumë gabim babi. Do ta bësh ti ligjin dhe ti thua duani vret. Shëndetje. E pra. Po, në shtëpinë tuaj, kush e bën ligjin, besi apo ti? Në shtëpinë time, Ajka është bosi. Ajka e bën ligjin. Pra po, në kuke se duhet të jetë goca jote, ajo që bën ligjin, sepse e di pse. Ajo, ndosha mund ta kaloj mua në gjërat. Oj ziu. Do bëj një pauzë të vogël? Në rregull. Unë mendoj që duhet pim pak ujë, ty të shkojë në vend fyti se u kollite. Unë duhet të freskohem pak me Gjensilën, se kemi pjesën e dytë programit ku do ndodhin gjërat më të bukura. Qëndroni me televizionin Klan, publicitet, jemi gjithmonë me Gjensila Mirtezajn këtu në kurthin e Peter Pan. Shumë që keni zgjedhur të ndiqni televizionin Klan dhe kurthin e Peter Pan, një program ku
ligjin e bëjnë fëmijët patjetër, po ku auditor kemi patjetër të rriturit dhe fëmijët. E gjithë familja na ndjek në këtë serial, i cili argëton, vë në pozitë të vështirë personazhet, zbërthen jetën e tyre artistike dhe jetën pas kamerave në mënyrën më origjinale dhe të bukur. Para se të vazhdojmë me pjesën e dytë dhe intervistën e Gjensila Mirtëzajt, disa përshëndetje të shkurtra për partnerët tanë të biznesit, pa cilët ky format nuk do të zgjasë 3 edicione. Kompania Erzeni, ju përshëndesim, ju falenderojmë, ju përgëzojmë për standardet e cilësisë që propozoni me produktet tuaja, duke grumbulluar çdo ditë qumshin më të mirë nga fermat më të mira të Shqipërisë. Në çdo produkt blihet patjetër vizioni, jo vetëm produkti, dhe ndihet dashuria e përkushtimi juaj për të gjitha produktet Erzeni. Kemi një super ofertë e cila ka rezultuar e suksesshme, u kënaqa shumë kur javën e kaluar drejtuesit e kompanisë Maximum Albania na telefonuan dhe na thanë që kishin shumë abonime, shumë shitje të këtij impjantit që kamera do ta fokusoj tani dhe që është impjanti ujit për të cilin ju kam folur. Ju këtë impjant, nëse telefononi sonte në 069 70 10 110, do ta përfitoni dhurat. Edhe një herë ju lutem bani shënim numrin, është 069 701 0110. Në qoftë se ju do t'i shkruani tani kompanisë, nuk do të keni nevojë më të blini ujë me bidona, do të keni të instaluar këtë impjant në bankon e lavamanit tuaj dhe do të keni vetëm tarifën e mirëmbajtjes për të paguar dhe mundësinë që të pini ujë me të gjitha vlerat e kriprave minerale nga çezma e shtëpisë tuaj. Maximum Albania, fiksojeni këtë emër. Tona, i besojmë produkteve tona. Tona Alb është një ndër kompanitë më të vjetra në industrinë e përpunimit të mishit në Shqipëri, që prej vitit 92 Tona Alb ka investuar në teknologji bashkëkohore për të bërë të mundur ofrimin e një game të gjerë produktesh mishi që duhet të gjenden në tryezat tona. Tona, për gjitha shportat tona, nuk mungon në shtëpitë tuaja, s'duhet mungoj as në shtëpitë tona, stafi, me që jeni gjitha njerëz këtu. Bana King, mbreti të gjitha bananeve. Dhe ju e dini pse, sepse banania është ai fruti që është thjesht frut në fund të ditës, po duket sikur na përmbush nevojat ushqimore të një vakti të tërë. Ne kemi gjithmonë me vete, edhe marrim gjitha vlerat ushqyese të vitaminës B9, B3, B1, A, E, C, K dhe potasium. Mos harroni, gjithmonë me vete një banane. Bana King, emri i këtij fruti ekzotik që vjen në Shqipëri nëpërmjet një distributori shumë serioz. Bana King, mos harroni, jeni bërë shumë të famshëm prej Peter Panit se e shoh logon tuaj kudo. Ju shtofshin shitjet dhe njerëzit le të hanë sa më shumë fruta. Latitude është qendra më e madhe e argëtimit në Ballkan, një patentë australiane e cila përveç pastërtisë, rregullit, mënyrës se si e frekuentojnë fëmijët çdo 30 minuta një grup i caktuar fëmijësh, përveç disinfektimit, kushteve higjieno-sanitare perfekte, patjetër garanton edhe sigurinë e jetës së fëmijëve tuaj, sepse teknologët më të mirë vinë për të parë gjatë gjithë kohës impjantët nëse janë amortizuar, ka nevojë për mirëmbajtje, gjithçka e sigurisë më të lartë për të argëtuar fëmijën tuaj në mënyrën më kreative tek Latitude. Latitude e ka bërë kryeqytetin më të bukur dhe më argëtues për fëmijët. Më vjen shumë mirë që ka mundësi të komunikoj idetë kreative të sponsorëve tanë, për shembull Veza Magjike Aiba ka sjellë në paketime të reja produktin e saj që quhet Veza e Art. Veza e Art, Omega 3 dhe Veza Magjike ofrojnë jo vetëm një imazh dhe identitet të ri, por duke i qëndruar besnik veçorive që e karakterizojnë si kompania lider në sigurinë dhe cilësinë e vezës prej 21 vitesh në tregun shqiptar, ju sjellin edhe këtë Lego interesante me të cilët fëmijët tuaj mund të montojnë të gjitha figurat që e bëjnë fantazinë e tyre të zhvillojë pjesën kreative dhe imagjinare të trurit. Veza Magjike Aiba duhet konsumuar për të përfituar Omega 3, vlerat më të mira për mbrojtjen e qelizave nga oksidimi dhe nga plakja. Aiba është veza një jetë dhe ne jemi shumë të kënaqur që jeni këtu. Talis Beauty and Spa është shumë bukur që të flasim për relaksin, për mirëqenien, për trajtimin e vetes me kujdes. Kjo qendër bukurie vjen në kryeqytet si një nga emrat më të rinj, mbush 1 vjeç, po duket sikur ka 20 vite eksperiencë. Propozon një risi që e kam vizituar dhe shumë interesante, dhomën e Kripës, e cila i bën shumë mirë jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve që sidomos kanë probleme kardiovaskulare apo probleme me frymarrjen, me griprat sezonal. Sugjerohet shumë tani në këtë periudhë ku jemi të gjithë pak më vulnerabël dhe psikologjikisht po edhe fizikisht se kemi një virus vërdall. Kështu që dhomën e Kripës provojeni se është dhe relaks, po është dhe shëndet. Alma Soprano Titanium 2019 është dhe fjala më e fundit e teknologjisë së lazerave, të cilët përdoren në shumë formate që mund t'ja shpjegojnë të gjitha operatorët e Talis Beauty and Spa të trajnuara dhe shumë profesionale.
Dhe së fundi, Alb Market. Alb Market është një emër që duhet asocioni gjithmonë me pazarin tuaj, sa herë që duhet të furnizoni shtëpinë. Alb Market është rrjeti supermarketeve që sjellin tek ju me profesionalizëm produkte të përzgjedhura, të vendosura bukur në rafte, patjetër me një raport shumë të mirë të çmimit dhe cilësisë. Alb Market, faleminderit që çdo javë për të ftuarit tan, për stafin ton, për fëmijët dhe familjet e tyre ofroni shportat tuaja me produkte që fluturojnë se janë shumë të shijshme. Të gjithë fluturojnë këtu në Peter Pan, ne, fëmijët, por edhe të ftuarit, erdhën skuadra ime këtu, skuadra e lojtarëve të mi të përzgjedhur këtë vit është shumë në formë, edhe pse publiku nuk e kemi këtu, kemi një publik virtual, jemi gati apo jo? Unë shkoj herë pas here pas librit për të parë se si është situata. Situata në kontroll. Gjensila, mirë? Shumë mirë, shumë mirë. I bëm një analizë të vogël motorëve të anijes tonë fluturuese. Çdo gjë është në rregull, jemi gati për të vazhduar me pjesën e dytë të fluturimit. Vazhdojmë lundrimin. Pasagjerët janë në bord. Çfarë po pini, ujë maksimum? Ju ka sjellë termosit e mirë që ta keni të freskët tani që është vap. Do të pini gjithë ditën ujë, se ju djersini shumë nga që vraponi dhe jeni të lëvizshëm. Uji është një nga gjërat më të mira që mund të bëjmë për organizmin tonë. Më e mirë se ato patatet e skuqura që han janë ri. Mos ha shumë patatet e skuqura. Pi ujë. Vetëm ujë? Vetëm ujë pi se të bën mirë të bësh një dietë të vogël. Apo je lupsi, nuk të ngop vetëm ujë. Jam lupsi. Dhe këto pyetjet? Edhe të shpëtosh ti të bësh një gjumë për 7 palqefe. Do haja kullore, sigurisht. Do hasha kullore? Të ftohtë. Të ftohtë. Mirë, shumë Të mirë. freskojnë pak nga gyga se përpari. Do ma thuash pyetjen e bukur? Po. Kur të kam parë unë ty që bën një gjithë përat, jam shkëndysh. Po ka shpika cake je, po kur Linda Ajkën. Lëre, mos pyet. Unë jam aq shumë frikacake nga gjilpërat, kam një fobi shumë të madhe. Do të thënë unë mund të kaloj periudha më të vështira ose ku e di unë diçka shumë të rëndë se gjilpëra ose mund duroj një dhimbje shumë të fortë, dhimbje koke ose kështu. Kur vjen puna te gjilpëra, unë zhdukem. Po çfarë bëre kur Linda Ajkën ti Gjensila këndove? Po ç'të bëja unë? Jo, në fakt nuk e kam pasur fatin e madh që Ajkën ta lindja në mënyrë natyrale. E kam lindur me cesariane, sepse Ajka kishte 2 kordon rreth qafës. Unë munduam shumë që ta sillim Ajkën në mënyrë natyrale, por uroj që i dyti të vi kështu. Ta shikojmë pak bashkë atë momente se e kam unë atë video. Nuk e qarë, në fakt je kështu në një gjendje të mrekullueshme lumturie dhe paqeje, po unë e kam videon, edhe dua ta shfaq tani për publikun se njerëzit kanë shikuar se jo atë duke qarë, jo, atë duke qeshur. Momentin e takimit të parë me Ajkën. Është shumë e bukur. Do ta shohim bashkë në maternitet ditën kur Gjensila u bë mami për herë të parë. S'ka nevojë për koment, në fakt. Do bëjmë ca pyetje të tjera të bukura. Unë kam një mik nga edicioni i kaluar i Peter Panit që me këngurjen e publikut e kam sjellë përsëri Jasoni. Nuk kam qenë fansja më e madhe Jasoni. Ka marrë malli aq shumë, sa nuk pyes për koronavirusin, nuk do të pyes. Edhe unë nuk pyes fare për koronavirusin. Edhe ti Gjensila. O Jason, o yll. Po. Tani të vazhdojmë me pyetjet. Hajde. E para pyetja është: Gjensila, unë tani jetoj në Tiranë, por kam pasur një shtëpi në fshat. Unë atje kam kaluar shumë mirë. Una atje tani në verë është shumë bukur, ka zi të lloja. Madje neve kemi pasur një lopë atje. Po ti,
A di ti mjelësh lopët? A ke mbjellur në një herë lopë? Ka tentuar Besi shumë që të më afroj afër lopës. Deri këtu jemi mirë. Pjesa tjetër uroj që të ndodhë në vazhdim. Jason, Po. pyet e pak dhe thuaj po Besi ka mjel lopët. Fal? Pyet e pak dhe thuaj Besi veti mjel lopët, thuaj? Po Besi vetë mje lopët? Pse të mëson ty ai ta bëj vetë të punë. Të grumbulloj Besi po, qumësht të Besi freskët të është fshatje. katunar for life, kështu që jemi okay me Besin. Besi Look like me. të gjitha punët e fshatit. Puna ditës. Kosit, miel, janë të Vezët, gjitha, po vezët e merë pulës të vezët e kotec. pulës, po qetë qinjë. Fiksi Peter, i që do të bëja tani. Po, Po shkurt. qinja, a ke qesu ndonjëherë? Unë jo Besi po. Okej. Do me thënë Si që ka nisur, më përpara do mësoj Ajka të qethi qingja se sa unë. Pyetja tjetër është ti O Gjensila. Jason, më falë që po të ndërpres. Mund të bëj një përshëndetje speciale? Për Beskallakun, berberin e qingjave. Tani pyetja tjetër Gjensila. Ti a mërzitesh kur Besi thot Ajkës katunarja babit? As pak. Nuk ka emër tim më të ëmbël. Alketa, unë kam kuptuar që ajo jeta thjesht Jo për përbëhet nga disa njerëz që japin shpirtin. A kanë aq pak, po dhe ato gjën që kanë ta japin. Janë njerëzit më të ëmbël dhe njerëzit më me dëmshuri që kam takuar ndonjëherë. Kështu që bën mirë që shpesh herë të shkojmë në fshat e mbi të gjitha të çojmë fëmijët. Që të mësojmë me shumë jo thjeshtësi. për gjë, por unë jam krenar që jam katunar. Edhe Bravo, unë Jason. jam konvertuar në një katunare. Pyetja tjetër është kështu. Unë e kam follow-in e Besit në Instagram. Ajo e ka vetë Instagramin apo ja menaxhoni ju? Ja, si japim edhe Instagramet tona respektive për të menaxhuar. Ja, vërtet? Shumë lart me Tani, Instagramin. edhe kjo pyetje ka dy pyetje brenda. Ti a të ka mësuar Ria ndonjë gatim në fshati? Ja, për shembull më ka mësuar se si bëhet buka. Ajo buka jes është ç'të hash. Ti, po petët e burekut, a di ti hapësh? Jo, nuk di ti hapet atë Okej. byreku. Do mësoj, Ka qishin pyetjet. kam goxhar për. Faleminderit Jason. Më pasim Alketa. Je fantastik, shoku im i vogël Jason. Pyetje Herla. On Gjensila, ti këndon këtë këngën. Oh baby, ai. Oh baby, ai, jo unë s'kam faj, po ku s'ka faj këtu kur ti s'ke faj? Po kjo puna fajt ngeli jetim. Nuk e kam shkruar në tekstin, Erla, për hir të vërtetës. Duhet pyesim tekst shkruesin se çfarë kujt i drejtohet edhe për çfarë e ka. Aris. Prit se kam akoma unë. Unë kam shumë qef të uzëtoj. Kam parë që edhe ti me Besin uzëtoni shumë. Cili është vendi joti preferuar? Ne, vendi joni preferuar është vendi ku jetojmë, kemi lindur, patjetër unë në fillimet e mia të lidhjes, Alketa i kemi pasur me Besin që do vizitonim çdo kala të mundshme, kështu që çdo fundjavë që dilnim në ndonjë kala. E dua shumë vendin tim edhe ka pafund gjëra për të parë. Kështu që do ngelem te vendi im. E nëse më pyet për diku tjetër jashtë, kam Firencen, do bësi edhe do bësi nga ato të thekurat. Kush do m'japi një pyetje të bukur? Andri. Unë jam romantiku i Peter Panit. Ti e mban puthjen e parë të princit tënë? E mbaj mend, e mbaj. Ka qenë puthja e parë vetëse. Me princin që kam tani në krah, edhe për mua ishte një frikë e madhe, një surprizë e madhe, shumë e bukur, po e rëndësishme është që të përjetohet në kohën e duhur dhe në moshën e duhur. Ta keni parasysh të sidomos Ajka kur të rritet e të dëgjoj këtë bisedë. Duhet ta ketë shumë parasysh. Ti Gjensila shumë na the pas gjës na the Gjensila. Unë kur e puthe, ku e puthe? O e kam puthur, Besin për herë të parë, në fakt më ka puthur. E kam lodhur të shkretin. Kemi qenë në Shëngjin, edhe aty në Buzdetit,
A i ma afroj pra vetës. Një Ndodhi statuj. momenti magjik. E kuptuam. Ka qenë 12 gusht, ditën e mbaj mend, se kam pasur një detar shumë të... Shkoni ndonjëherë, ktheheni aty? Po, kthehemi shpeshherë, po. Bukur, Shëngjini, aty pas ka ndodhur magjia në Shëngjin. Fladia. Këta, thë një gjë një herë, e di pse uji është shumë e mirë, sepse njeriu brenda ka 70% ujë. Po. Bravo, bravo Fladia. Tani do bëj pyetje. Dhe mami im ka qenë të gjeniu I vogël Po, me të. zemër. Po mua më ka thënë mami që prindrit e tu, kur isha ti I vogël, o ndanë. Po se ti rrie me mami dhe me motran. Po thot, a do t'i thuash një mesazh të bukur mamit, se unë gjithmonë I bëj surprizë mamit. Po, çfarë momenti. Ti thuash mami diçka të bukur? Po, unë kënaqet. mamit I them që kam mbushur çdo hapësirë të mundshme që më ka munguar në jetë. Nuk e dija do isha e aftë ta bëja po njësoj prindërimin siç e bëri ajo, që ishte vetë nënë dhe vetë baba. E dua shumë. Për babain flet shumë pak, Gjensila. Do të thuash diçka? Patjetër që datë e dua shumë. Shumë bukur. Gjithmonë më pëlqen që t'japi mesazhe sepse Po, shumë e Këto historitë rëndësishme, njerëzore- pavarësisht se çfarë ndodh, kushteve që njerëzit ndodhen në momente të caktuara, shumë e rëndësishme që fëmia të ketë dashuri në vazhdimsi. Ajo shëron çdo plagë, edhe këto plagë shoqërore që janë. Aris, pyetja jote zemër. Do ta bësh më pyetje, do ta bësh. kesh burr bese, se ne ai na bën për qeshur për ty. Bën për qeshur, po për qartë, bën ndonjëherë? Do ka bërë ndonjë për të qartë? Për qarë kur më ka bërë surpriza shumë të bukura, më ka bërë për qarë besi. Më ka bërë. Kam dhe një pyetje tjetër. Më ka bërë për qarë edhe kur ka ngrënë kosat e hajkës. Kam dhe një pyetje tjetër. Dëgjoj, vërtet qave shumë se hëngri kosat e ajkës? Po ti e di si ishte ajo periudhë Alketa, do të thënë të gjithë njerëzit kishin po merrnin çdo burim të mundshëm, kështu që për mua kosat ishin një etik në atë periudhë. Gjensila nuk jetoj në kohën e tollonave. Po jetova, ai ka jetoj në kohën e pandemisë, kështu që Pyetje tjetër. justifikohet. Aris. Edhe loti. Si erdhi suksesi? Shkallë apo me ashensor? Suksesit ka ardhur me shkallë apo me ashensor? Si Jo, erdhi tek ty? suksesi më ka ardhur shkallë. E kam gjitur ato shkallët me shumë mundë dhe me shumë sakrificë. Për këtë jam shumë krenare. Matia. Qa ke anëri ti? Pse ke anëri? Në kisha më. Po pse u mërzit e ka shumë të ke bërë pyetje më shumë nga gjithë fëmijët e tjerë? Po kisha dhe një. Po mirë, po këta të tjerë do bëjnë pyetje apo vetëm ti? Ja. Po vetëm ti do bësh pyetje këta të tjerë që I kemi shok shumë të mirë dhe të Po sot mençur. kam erdhi përgatitur sot. Po ja kena se ka ardhur djali I përgatitur moj. E kuptova, Alketa e ka fajin që nuk ti e ty teren. Ti ke qef të arritë shgocën si gocë katunare apo si gocë qyteti? Si gocë Pse që ndryshim ka? katunare pupqi apo si gocë qyteti? E nëse ai ka bëhet aq e mirë, edhe aq e dashur, edhe aq e thjeshtë, edhe aq e pastër në shpirt si katunarët në bubshë ose kudo tjetër, do doja që vajza të ishte një katunare. Kështu që Kaq kisha. Ti je I qetë tani? Të Kaq vazhdoj. kisha, kaq. Mund të vazhdoj me shokët e tjerë unë? Mundesh. Po ku po ikën tani? Ta jakullorën. Sa I madh që është. Matias, faleminderit për mirëkuptimin. Ata që janë pak më të rritur janë më mirë kuptues me atyre që janë më të vegjël, ë? Po ti e melsi ke hallin di me zërin e hollë si Twinkle Belli. Pyetje. Po Matiasi do t'ja japim të drejtën e fjalës. Pastaj do ta vidha vaj. Të mbajmë radhën atëre. Po, Do vëm pak Alketa. rregull, urdhro. Po mirë, goca tani çati bën duhet t'i respektojmë. zemër, bravo! Ja një mesazh I madh. Ke marr notën 10 ke marr. Jepi Emel tani. Thuaj faleminderit që ta dha radhën. Kush i ndërron më shumë Belina? Bebi, ti apo Besi? A të lavton ai Besi ty? Sa është të fletit se lavtuar? Ashtu flasu në si.
Kush e ka ndruar më shumë vajzën? Ne të dy e kemi ndruar sigurisht, që unë e kam ndruar më shumë banjot e mbrëmjes, mamaja, gjithmonë mamaja. Po Besi ka qenë bashkëpunues, apo jo? Urdhra? Besi ka qenë bashkëpunues. Patjetër, shumë. Sidomos të periudhë njerë jemi kënaqur shumë me kujdesin ndaj vajzës, sidomos që Besi ka qenë i pranishëm edhe e ka kryer më së miri detyrën si baba. Se mos themi një fjali më shumë, Gjensila, se gjithmonë pesha më e madhe punëve të shtëpisë dhe mbarvajtjes familjes i takon vajzave për mentalitetin e shoqërisë ku ne punojmë, ku jemi rritur, kështu na kanë edukuar. Çfarë duhet ndryshojë në këtë përgjegjësinë apo në ndarjen e detyrave dhe të drejtave në Unë mendoj se nis që tek nëna, se si edukon vajzën ashtu sikurse dhe djalin. Unë do e rris vajzën me parimin që ti di të drejtat e saj, ashtu sikurse dhe detyrat e saj. Ajka duhet të rritet e pavarur dhe Ajka duhet ta shijojë jetën edhe mos ketë vetëm detyrime, po të ketë më shumë të drejta se sa detyrime. Bukur. Fladia. Kush është dhurata më e bukur që të ka bërë Besi? Apo ajo sallata me qep? Dhurata më e bukur që më ka bërë Besi është Ajka. Matia, si që do bëj pyetjen e ti. Je sjell sot si një djalë i shkëlqyer, faleminderit shumë. Pyetja është, kush ha më shumë Ajkën, ti apo Besi? Të dy e ham. Të dy. Po unë po them për Ajkën e qumshit, se njerëzit nuk kanë. Po dhe unë për atë. Njerëzit nuk e ha njerëzit, që është kjo punë? Unë po them për Ajkën e qumshit. Në mënyrë figurative, more, në mënyrë figurative. Amari si vogël. Të bëje një këngë për vajzën e Ajka. Cila do ishte teksti? Shiko, këtë pyetjen e kam bërë bashkë me Amarisën. Sepse të shikoj gjithmonë në Instagram, kur ti ke një moment të rëndësishëm për t'i kushtuar dy fjali njerëzve që do, nënës, partnerit apo vajzës, ke një del shkrimtari artistik shumë të spikatur. Sigurisht vena jote artistike shumë e qartë që është brenda teje, po ka marrë një status si ti ke shkruar për vajzën në ditën e ditëlindjes së saj, ditën e 1 vjetorit. Do të vendos një muzikë të bukur tani, na vendosni ju lutem një muzikë, nuk e duam melodramatike, duam shpirtërore, nuk e di na gjeni një melodi të bukur. Do t'ja lexosh që ta ketë kujtim se ai ka një ditë do jetë 10 vjeç, 15, 20 dhe kjo intervista do të mbetet në historinë tënde digjitale në YouTube. Kështu që do dalë dhe si video në vete, fjalët e Gjensilës për Ajkën. Vetëm do ta ulim pak fare që sytë e tu të lexohen, se i ke shumë bukur Gjensila. Muzikë ju lutem në fond, pastaj të fillojmë. Se e dua moment perfekt. Okej. Për nektarin e jetës time, bia ime. Mbrëmë e kisha të pamundur të flija, e mezi prisja të hapja sytë e ëmbël. E ndjeja akoma aromën dhe faqet e ngrota të tuat kur të sollën tek unë. Më ngrohe shpirtin si askush më parë në jetë, ndjesia hynore. Ditëlindja jote, dita më e bukur e jetës time. Lutja ime. Me në ty njoha edhe më shumë Zotin, kuptova se sa shumë dashuri dhe dëmshuri ndjen ai për ne. Ti solle lutjen. Lutem për ty sa hap syt e gjumi më zë duke falenderuar Zotin për mrekullinë që më solli në jetë. Nuk të dhuruam në jetën, Tina dhe botën. Ne të dyja kemi qëndruar 24 orë bashk. Kemi qeshur, kemi kërcyer, kemi qarë të dyja kur ti bëre vaksinat, kur të dhim të barku, e tani që po të dalin kicat. Dëmbët. Kemi eksploruar botën bashk për rreth. Nuk po më mëson ti nga unë po mësoj nga ty. Po e shoh botën vetëm nga sytë e tu. Dhe di se sa shumë ngjyra, pastërti, gëzim, po shohin sytë e mi tani. Na presin dhe shumë vite për të mësuar nga njëra tjetra. Shoqja, motra, bija ime. Ne ja dolëm, ti më ndryshove mua dhe jetën time për gjithmonë. Mos e harro kur mos ndjej frikë. Kur ti të kalosh për mesu i varave, mami do t'jetë me ty. Në fillim, unë dhe babi kishim njëri tjetrin. Tani kemi gjithë shka. Ajka ëndra jone bë realitet. Shumë bukur. Faleminderit Gjensila. Do t'i mbetet vajzës kjo dhurat. Faleminderit shumë që... Se di pse am bërë kaq emotive,
Pas lindjes Ajkës. Pak ujë për Gjensilën, publicitet dhe kthehemi me pjesën finale. Gjensila do këndoj këtu pas pak. Qëndroni me ne. Gjensila Mirtezaj, programi po shkon shumë mirë. E shikoj që kurba e shikueshmërisë është lart për televizionin Klan në këto momente. Emel, Skajla, vëmendje se dhe pak dhe do përfundoj ky programi dhe Gjensila do këndoj një këngë shumë të bukur. Ma thuaj atë gjë që do më thoje, Skajla. Po, kjo s'është pyetje, kjo është vetëm Histori. A jemi takuar në Rom? A jemi takuar në Rom edhe ti ma ke blerë mua një akullore edhe montesime, Po, e mbajmënd. Jo, është e vërtet kjo që po thotë, seriozisht, betohem. E mbajmënd vajzën tani që po më thotë, po blinte akullore dhe dëgjoj 2 vajzat të vogla që flisnin shqip. Edhe ta bleu Gjensila akulloren. Po, dhe ja bleva. Shumë bukur. Starvi dhe unë. Po, zemër, po. Gjensila, Si jam pëlqyer, si mos të blesh akullore. ti ke qenë një nga këta fëmijët këtu dikur kur unë prezantoj Gjeniun e vogël. Unë kam qenë një nga këta fëmijët këtu, shumë e varfër, me shumë ëndra, dhe ja ku jam. Më pëlqen shumë që shoh trajektoren tënde të suksesit dhe më pëlqen dhe një fakt tjetër që dua ta nënvizoj. Ke konkuruar tek Gjeniu 1. Po. Nuk erdhe në finale, unë prezantoj atëherë. Po. U ktheve tek Gjeniu 3. Po. Tek Ethet nuk të ecin bar, Po. gjithashtu. Nuk është se fitove çmimin e parë të treja këto konkurse, po në fakt je një nga number 1-et e muzikës dhe diskografisë shqiptare sot. Që do të thotë, jo gjithmonë duhet jesh i Unë nuk kam pari. nevojë për konfirmim. Jo gjithmonë duhet jesh i pari se ai që Se u bëj kujtua- shaka. u kujtua se shkoi i pari në hën. Po jo vetëm Armstrong ishte i rëndësishëm se shkoi i pari në hën. Jam e bindur se ta që ishte i dyti apo i treti mbas ti bën një sfidë shumë të madhe për njerëzimin dhe shkua në hën. Kështu që me këtë mund t'japim një mesazh që nuk duhet i stresojmë fëmijët dhe t'ju themi që duhet se s'bë të dilni të parë të jeni fitus në garë që t'jeni fitus në jetë, sepse nuk është kështu apo jo. Një vije, në fakt e kam dëgjuar nga Vera Grabocka, është një fije shumë e hollë që ndan dështimin nga suksesi. Dhe unë e kam përkthyer kështu. Në rast se je ambicioz, zgjosh shumë e mirë, e në rast se je egoist, këtë dëmton goxha. Ja si ka qenë Gjensila e vogël tek Gjeniu vogël, shikojeni pak sa e mirë dhe ëmbël. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade tra gli occhi, sui tramonti è la mia terra, sui nuovi giorni. Edhe këto arkiva i ka vetëm televizioni Klan, fabrika dhe Faleminderit. laboratori i prodhimit të talenteve në Shqipëri. Wow, çfarë kujtime. Jo, nuk i kam pasur këto kujtime. Wow, më keni dhënë një thesar, i dua këto. I lutem, i dua vërtet Këto i do kem. bëjnë xhiron e YouTube-it me siguri Gjensilatorët tani do bëjnë namin. Ai edhe diçka tjetër. Uroj që portalet ta kuptojnë shumë mirë moshën. Dhe mos krijojnë aludime sepse Gjensila ka qenë në rritje. Po, shumë e qartë, kjo është e qartë. Për Gjensilatorët që më kanë kërkuar ti përshëndesësh, a mund të thuash 2 fjalit lutem te kamera aty? E nëse ka një forcë që unë e them me shumë bindje dhe me shumë siguri janë Gjensilatorët. Kështu që i falenderoj dhe i them që jeni forca ime, faleminderit që më mbështesni. Ma jemi Dua. lutem ledin e dashurisë, ta shohim pak sa bukur duket kjo piktura e dashurisë tuaj me Besin. Edhe doja të pyesja në emër përsëri të fansave, juve gjithmonë kështu kaq perfekte sa që duket në foto dhe Instagram e keni jetën apo keni ndonjëherë ndonjë grindje dhe pastaj kush është më toleranti që vjen pajtohet, pudh, përqafon dhe thot më fal. Aliketa, absolutisht që neve nuk e kemi gjatë gjithë kohës rrugën dhe jetën vaj, kemi dhe neve ato keq kuptimet tona. E rëndësishme është që neve kemi një pastërti shumë të madhe ndaj njëri tjetrit edhe kemi shumë të shenjtë besimin si mes njëri tjetrit e ashtu sikurse besimin edhe në Zot. Neve kemi qenë gjithmonë shumë të pastër në lidhjen tonë. Ne kemi qenë çifti tradicional, ne kemi qenë çifti që
pika jonë e fort ka qenë besimi edhe mirë kuptimi mes së dyve. Dukeni shumë të bukur, dua të t'jap dhe një foto tjetër të fundit, që është një portret i yti ku je vërtet shumë e bukur. Kam një foto tjetër para kësaj, se kjo është foto pak grim. Je si drita, ashtu siç ka të bërë natyra, po je edhe shumë e bukur kështu në këtë formatin. Më vjen shumë mirë që ke kurajon, edhe se natyra ka qenë bujare dhe të se mohim dot, të dalësh pa makjazh të rënduar, natyrale ashtu siç të ka bërë nëna. Vajzat përpiqen shumë sot që të jenë perfekte dhe pëlqejnë versionin e pavërtetëve të tyre, atë që na ofrojnë gjithë aplikacionet që ne downloadojmë për të dukur pak më mirë se që jemi në të vërtet. Ke një mesazh për t'ju thënë se bëjnë shumë përpjekje ata për të dukur si ti? Kam një mesazh më shumë për nënat, për brezin e ri që do vi. Punoni shumë me vetbesimin tek vajzat. Komplimentojeni, bëjeni që të ndjen të bukura, bëjeni që të ndjen të mençura. Dhe besoj se nuk do kenë pikpyetje në jetën e tyre në vazhdim. Kështu që vetëm vetbesimi është gjithçka për ne femrat. Cila, përshëndetje, kam marrë të çantë për ty. Është nga Almarke, marketi më i mirë në Shqipëri. Ka 20 pika dhe të gjithë ju vetëm të blini gjëra nga Almarket. Faleminderit shumë. Të lutem shko merre tani atë çantën dhe do t'ja japësh Gjensiles pasi të përfundoj spektaklin. Pasi të mbaroj emisionin, unë do t'ja jap dikujt që ka edhe më shumë nevojë se sa unë. Gjensile, sa mirë do bësh. Sa mirë do bësh. Gjithë duhet të bëjmë diçka për njerëzit që ndoshta nuk kanë mundësi për të pasur. Gjensila, do këndojmë në sot apo do vazhdojmë të llafosim deri Patjetër. Sa të kujtojmë që opinion dhe... Unë duhet të këndojmë. Unë mendoj që ti të na çosh në Paris tani. Me një nga këngët e tua më të bukura, një këngë e freskët, kemi një bashkëpunim të ardhshëm? Po. Më pyetet për gjithçka përveç se për Po, të lutem më thuaj se mezi presin fansat e dim. Atëherë, unë po punoj shumë fort, kam 2 bashkëpunime për cjell me 2 big artist. Dhe jam shumë e lumtur me Zipres, xhirohen tani në qershor dhe do i shijoni në fund të qershorit të 2 këngët. Shqipëria do kërcej me Gjensila Mertezajn edhe këtë verë post korona. Të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot. Ke sjell një alegri të papar edhe ajo për cilën ne kemi më shumë nevojë se çdo gjë tjetër sot. Të gëzojmë përmes televizionit. Faleminderit shumë Alketa. Faleminderit për mesazhet. Faleminderit. Natën e mirë dhe miru takofshim të hënën që vjen me të tjerë të ftuar interesant.